Ishte Genta Ismaili në Mirë se vjen me këngën e saj Si ty nuk ka. Me ty do e ketë patur e Xhasulo. Po sigur e kishte zënë korrenti. Ama më çka kjo po jetë. Po mirë mosh energjike. Po është energjike më çka me tjetrën ti. Ashtu ë? Po, është energjike shumë mirë bën. Ama më çka pinë që më mëngjes. Tani do flasim për rrezikun kibernetik Xhasulo, se ti je një nga ata me 10 profile fallco që rri tërë ditën në Facebook, nuk bën çedere, po gjithsesi je kështu pak mistret, siç edhe këtu në se vjen. Dhe ka shumë njerëz si puna jote, të cilët ngacmojnë, shantazhojnë e kështu me radhë, por ja që ka disa programe në rang kombëtar, të cilat synojnë jo vetëm të ndërgjegjësojnë komunitetet dhe institucionet për të frenuar, si thua, dhe për të kujdesur për veten, por po aq për të ndërmarrë edhe masa. Dhe ky projekt, i cili do të zgjasë deri më datë 5 qershor dhe po zhvillohet pra për rreth një muaj, ka si synim edhe koordinimin e denoncimeve të rasteve përkatëse që vinë nga rreziku kibernetik. Dhe ku themi rrezik kibernetik, sigurisht flasim kryesisht për jetët sociale, por edhe për dimensione të tjera të qenurit online. Për të kuptuar më shumë, unë kam të ftuar në studio zonjën Rita Strakosha, mirëmëngjes, e cila është koordinatore e këtij projekti pranë qendrës studimeve kombëtare për rreziqet që vinë nga interneti. Kështu në parim tingëllon shumë e bukur e gjitha. Shumë interesante, sidomos për një kategori që është më vulnerabël, siç janë voglushët dhe adoleshentët, që me gjithë ndoshta dëshirën e prindërve për të mos harxhuar kohën në internet, ata qëndrojnë online, sepse me thënë të drejtën, sot asgjë nuk mund të imagjinohet pa internetin në një kuptim. Edhe rrjetet sociale kanë bërë që njerëzit të komunikojnë me njëri tjetrin më shumë se sa kështu drejt për drejt. Cilat janë rreziqet bazë që në këtë marrëdhënie për të ndërgjegjësuar komunitetet keni ndjerë se kanë patur, shqetësimet që kanë patur njerëzit nga krimi kibernetik, të themi? Po. Krimi kibernetik ka disa vjet që është përfshirë në kodin penal si lloj krimi dhe përfshin disa lloje veprash penale që kryen në internet. Për shembull, veprat më të përhapura janë pirateria, janë hakerat ose ndërhyrja e pa autorizuar në të dhënat kompjuterike, pornografia me të mitur, mashtrimi, përndjekja, kanosja, në thënë ka lloje nga më të ndryshme. Edhe rasti më i fundit ishte dje, po lexonim në gazeta, ishte një bashkëmoshatar në Kukës, më duket, që kishte shantazhuar një mikun e tij. Ky shoku kishte qenë me emrin e një vajze në Facebook, kishte chatuar, kishte arritur që të merrte disa foto intime dhe tani e kërcënonte që më jep celular, më jep para në mënyrë që të mos e publikoj. Dhe raste të tilla ka pafund. Kemi parë dhe të njerëzve publik për fat keq që janë shantazhuar nëpërmjet chatimit online, pra nëpërmjet krimeve kibernetike. Por njëri që bie për e tyre, çfarë duhet të bëjë? Duhet shkojë në polici si? Po, ne kemi trajnuar fëmijët edhe adoleshentët në Gjirokastër se çfarë duhet të bëjnë në këto raste. Këshilla kryesore është të komunikojnë patjetër me mësuesit, me prindrit dhe të denoncojnë në polici. Policia ka një faqe të posaçme në internet vetëm për denoncimin e krimit kibernetik. Ju kemi dhënë adresën e internetit ku mund të denoncojnë, gjithashtu mund të marrin dhe në telefon të numrin 129. Në faqen e internetit denoncimi është më i hollësishëm, kërkohen të dhëna për personin, për rastin si ka ndodhur dhe është edhe më lehtë sepse përderisa ka ndodhur në internet, nëpërmjet ID-së së kompjuterit mund të zbulohet se cili është personi apo jo. Do të thënë ka një sistem të tërë se si mund të ulëntosh dhe të zbulosh. Brenda policive janë krijuar sektor të posaçëm për krimet kibernetike dhe kështu që policët po specializohen në mënyrë për të ndjekur krimin kibernetik, për ta zbuluar. Projekti ndihmohet ose përkrahet nga qeveria suedeze apo jo? Po, ky projekt mbështetet nga qeveria suedeze në kuadër të një programi kombëtar për mbështetjen e Ministrisë së Brendshme dhe të Policisë së Shtetit për policimin në komunitet. Janë me 10 projekte që mbështeten nga ky program. Projekti ynë është posaçërisht për krimin e një partneriteti midis Policisë së Shtetit dhe rinisë gjirokastrite për të luftuar krimin kibernetik. Tani vjedhja e të dhënave është një problem shumë i madh, sidomos për shembull e kartave të kreditit, adresat e gjitha këto të dhënat personale që janë një krim më vetë dhe legjislacioni shqiptar i ka të mirë përcaktuara edhe sanksionet që duhet të merren. Problemi është që përgjithsisht ne ndërkohë shohim dhe foto nga takimet tuaja ndërgjegjësuese, përgjithsisht në ligjet i kemi në rregull, por veprimi i ligjit ose zbatimi i ligjit mbetet gjithnjë një sfidë. Dhe në këtë kuptim, që nëse ju po përpiqeni të koordinoni si thuaç si institucionet, po aq edhe qytetarët, njëri që të denoncojë, tjetri që të marrë masa,
Si kanë qenë reagimi institucioneve në rastet kur njerëzit kanë patur guxim dhe kanë raportuar problemet e tyre? Është zgjetur zgjidhje, ka qenë e gatshme policia apo dhe sektorë të tjerë për t'i ndihmuar? Po, me sa kemi vëre nga media, në përgjithësi janë zbuluar. Rastet që janë fshehur pas Facebookut ose pas mesazheve kërcënuese, telefonatave kërcënuese, në përgjithësi janë zbuluar, sepse aftësitë e policisë së shtetit për të zbuluar në internet janë rritur gjithmonë më shumë. Teknologjia tani ka ardhur. Teknologjia është zhvilluar, po më përpara interneti ishte si një vend kaotik ku gjithkush mund të bënte çfarë të donte. Ishte një liri e shturur, mund ta quash, ndërsa duke parë mundësitë e mëdha që ka interneti edhe për të dëmtuar njerëzit, janë rritur më shumë masat e sigurisë. Edhe trajnimi i policisë për të zbuluar krimet e mundshme që bëhen nëpërmjet internetit. Ndërkohë, moshat më madhore, themi mbi 25 vjeç, që janë jashtë kategorisë rasteve seksuale të pedofilisë e kështu me radhë. Çfarë kanë raportuar? Çfarë problemesh mund të ketë patur një vajzë 25 vjeçare në Facebook, për shembull? Në këto komunikimet në chat që ti nuk e kupton se me kë po flet. Kanë qenë raste si ky që përmendë? Rastet janë shumë kanosje, rastet janë kanosje, përdorim të fotove intime, për shembull ish i dashur, ish rast të ngjashme që përmendët dhe juve çfarë. Po ju ndërkohë jeni përpjekur që këta njerëz të ndërgjegjësoni që këto gjërat mos i lëm për në internet. Patjetër, më thënë dhe projekti ynë këtë synon. Ne kemi bërë dhe 2 spote publicitare për të luftuar krimi kibernetik, të cilat do t'i vendosim, do t'i hedhim dhe në YouTube për t'u parë nga të gjithë, jo vetëm nga adoleshentët. Do bëjmë bërzëlyqe me mesazhin që denoncon krimin kibernetik në polici. Postera kemi shpërndar në për shkolla, denoncon krimin kibernetik me adresën e internetit, ku ato mund të denoncojnë. Pra, është një projekt që do të vazhdoj gjatë gjithë qershorit, edhe synon kryesisht informimin e të rinjve, por që rrethi personave që do të informon në shumë i gjërësësa kaq, sepse janë dhe prindrit, janë dhe edhe mësuesit. Ndërkohë prindrit, teksa ju i sugjeroni që fëmijëve të mos e krijojnë mundësinë që të kenë një profil në Facebook, megjithëse kjo mbetet një sfidë për të kontrolluar sot, si reagojnë, çfarë thonë? Janë dakord me këtë gjë apo vetë prindrit e kanë gjetur si një mënyrë që fëmia të kontrollohet, në përgjithësi të pyetet, të ketë një komunikim të mirë midis prindit dhe fëmijës, sepse mundësia më e madhe për të pasur probleme është tek fëmijët që nuk komunikojnë me prindrit. Pra, jo që fëmija mos ketë akses në internet, ose mos ketë faqe Facebooku, por prindi ta monitoroj fëmija regullisht. Mirë, faleminderit shumë që ishit të mëngjes me ne. Unë ju dëshiroj shumë suksese, projekti është shumë interesant, ne kemi vërtet nevojë që të ndërgjegjësohemi edhe njerëz si unë, që në fakt rinë gjithë ditën në rrjetet sociale dhe personalisht i shijoj dhe nuk kam patur ndonjë problem deri tani, përveç profileve falso që janë me emrin tim dhe që nuk jam unë, por që nuk janë një dëm i madh gjithsesi. Faleminderit juve. Që suksese më tej. Mirë, pra të dashur miq, ishim në këtë bisedë drejt për drejt me zonjën Rita Strakosha, koordinatore e projektit pranë qendrës së studimeve kombëtare për rreziqet që vijnë. Po. Kombëtare për mbështetjen ndaj komuniteteve, për shërbime për komunitete. Okej, megjithatë në këtë rast ne folëm për rreziqet që vijnë nga interneti, pra për atë që gjithë e njohim si krimi kibernetik. Faleminderit shumë. Mirë, të dashur miq, ndjekim disa tinguj muzikor dhe përshëndetemi pas pak sërish.